studio emisionit Opinion, si çdo të martë mërkur në orën 22 dhe të në orën 21. Emisioni sotëm është po ashtu një emision do të fokusohet në 3 tema të ndryshme. Në pjesën e parë të emisionit do të fokusohemi te ajo që ka ndodhur në Stamboll ditën e diel, një atentat terrorist në zonën më popullore, ndoshta të qytetit më të madh turk, edhe qytetit më të madh të Europës, në zonën e Istiklalit, në Taksim, ka shpërthyer duke i marrë jetën 6 persona dhe duke plagosur disa 10 tjerë. Kjo video e marrë nga një kamerë sigurie tregon momentin e shpërtimit të bombës. Natyrisht bëhet fjalë për një akt terrorist. Policia turke ka identifikuar një shtetëse siriane që mendohet që është shtyr nga Partia Komuniste e Kurdistanit dhe është stërvitur prej tyre për të kryer aktin terrorist. Por çfarë qëndron mbas këtij shpërtimi, përse Turqia refuzoi edhe kërkesën e faljes së ngushëllimet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, përse policia turke ishte kaq e gatshme dhe reagoi duke bërë arrestime masive, duke arrestuar jo vetëm autoren e pretenduar të ngjarjes, por edhe personat që mendonin që do të vrisnin atë për të humbur gjurmët më pas. Çfarë fshihet pas këtij atentati? Në fakt, Turqia rreth 8 vite më parë ka pasur një periudhë të trazuar atentate që morën fund me një marrëveshje të shërbimeve sekrete me palët, pra me Partinë e Kurdistanit dhe me kurdët. Por ndërkohë, rikthimi i këtij atentati ngre mjaft pikpyetje për stabilitetin e Turqisë, por dhe sidomos për stabilitetin në një moment shumë delikat. Ndërkohë, unë kam 3 të ftuar në studio, një lidhje drejt për drejt për pjesën e parë të emisionit. Në pjesën e dytë do të kemi një intervistë rreth 25 minuta me Lea Ypin, lektore në London School of Economics në Londër, e cila do të flasë për raportet e komunitetit shqiptar në Britaninë e Madhe dhe akuzat e qeverisë Britanisë së Madhe lidhur me përfshirjen e shqiptarëve në aktivitetin kriminal. Ku qëndron, po themi, ky raport, sa jemi dhe ne përgjegjës për përfshirjen këto grupe dhe sa është dhe një lojë politike britanike, është shumë interesante, ndërsa në pjesën e tretë kemi një material që është i vlefshëm për të gjithë, por sidomos për studentët. Gazetarja Manjola Bregesi ka intervistuar Amanda Robertson nga zyra e shtypit dhe komunikimit të ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, si dhe Aida Udhrin, nga qendra e këshillimit për studimet SHBA. Ambasada amerikane në javën ndërkombëtare të studimit informon mbi mundësitë, bursat, universitetet dhe rrugët që mund ndiqni për të studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë 60 bursa që ofron çdo vit Departamenti i Shtetit dhe përmes websajteve dhe kanaleve zyrtare ju mund të informoni për çdo detaj. Qendra e këshillimit ju tregon gjithashtu se cilat janë rrugët dhe informacionet që mund të ndiqni për të arritur këto bursa. Të gjithë ju që keni moshën e shkollimit, ndiqeni këtë intervistë për të parë se cilat janë rrugët më të mira për të shkolluar. Ndërkohë, ka 2 lajme të momentit, po e quaj njëri pak më herët, por tjetri është një lajm i momentit fundit. I pari është një lajm që vlen të quhet pozitiv. Më nxirr pak, të lutem, më nxirr pak lajmin për të Reuterit, për sipas Reuterit, në një spital, në një maternitet të Berlinit ka lindur personi i 8 miliard në botë. Pra bota ka numëruar sot pra një person, ja ku është postimi i Reuterit, i cili thot, një porsalindur i quajtur Elias në spitalin Charité në Berlin dhe Gjermanisë është konsideruar si banori i 8 miliard i botës sipas raporteve nga Kombet e Bashkuara, edhe pse nuk e kalkulon dot nëse është, por simbolikisht kjo lindje në Berlin konsiderohet qytetari i 8 miliard, banori i 8 miliard i botës, duke arritur kështu shifrën më të madhe, pra që ndonjëherë që globi ka pasur, banorëve që ka pasur. Ndërkohë, lajmi tjetër është mjaft shqetësues, vjen pak minuta më parë, të lutem nxirr pak këtë që kam, pra shiheni, po i referohemi CNN-it, 2 raketa ruse ose të paktën të prodhimit rus kanë rënë në kufirin midis Polonisë dhe Ukrainës, por në brendësi të territorit polak. Natyrisht Polonia mbrohet nga, pra shiheni dhe hartën, shiheni vendin e goditjes, ka 2 të vdekur nga shpërthimi, ndërkohë që Polonia mbrohet nga neni 5 i traktatit të Aleancës Atlantikut. Madje pak minuta më parë, zëdhënësi Pentagonit Pat Ryder ka thënë që angazhimi ynë ndaj nenit 5 të NATO-s është i qartë, do të mbrojmë çdo pllëm të territorit të Aleancës. Neni 5 është neni i famshëm kur sulmi ndaj një vendi antar të NATO-s konsiderohet sulm ndaj të gjithë vendeve tjera anëtare. Ndërkohë që është mbledhur Këshilli i Sigurisë në Poloni, është ende në mbledhje, ka një tension në rritje. Moska e ka mohuar që të ketë hedhur raketa në territorin
polak, ndërkohë Polonia është e bindur, pra ka vënë gishtin mbi Rusin, po ashtu presidenti Zelenski. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri tani kanë vetëm deklarata që rikonfirmojnë mbrojtjen ndaj Polonisë dhe vendeve të NATO-s, po është e paqartë. Gjithsesi, çdo kalim, çdo shpërthim ose eksportim i luftës te i kufive të Ukrainës në një prej vendeve anëtare të NATO-s do të automatikisht do të aktivizonte nenin 5 të Atlantit Atlantikut duke hapur një luftë midis NATO-s dhe Rusisë. Në çfarë rrethanash, vetëm shkurt fare, sepse të kalojmë tek problematika e Turqisë që është kryesore. Në çfarë rrethanash mendohet që ka ndodhur apo janë të paqarta akoma? Sot ka qenë një ditë pas datës parë të fillimit luftës, datës 24. Sot ka qenë një nga ditët me ta mbyll një me prezantimin se ngele me lajme të raketave. Po, do i prezantuam. Ilir Kulla, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gerda Zajmi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Redi Sheu, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Është paneli pjesës parë, ndërkohë në lidhje kam Abdul Vehape Jupin, gazetari TRT-s nga Turqia, nga Stambolli. Mirëmbrëma, zotje Jupi. Mirëmbrëma. Do lidhemi vetëm pak minuta, sepse kjo e Polonisë e shvendosi fokusin krejtësisht, është një moment shumë delikat. Po, Kulla po thoya 300 raketa që janë hedhur sot, njërat ke dalë pak metra larg. Jo njëra, janë 2 goditje. Po edhe 2 nuk është ndonjë çudit. Ju kujtohet kohën e luftës Kosovës sa herë kalonin raketat serbe në territorin e Shqipërisë. Pra mendon që është çështje aksidentale, edhe derisa sigurisht nuk ka një objektiv ushtarak të goditur, nuk ka ushtarak të shtu. Po ka 2 viktima. Ka rënë Gerda pas. Paka shumë mendoj si Iliri edhe unë që këtu bëhet, domethënë përderisa faktikisht po e qetësojnë gjakrat, sepse si fillim u tha nga media polake, nga një media gjermane dhe nga një burim i inteligjencës amerikane për Associated Press, që këto janë 2 raketa ruse. Por së fundmi po mendohet që akoma Polonia nuk ka dhënë një version zyrtar. Nëse bëhet fjalë për 2 Edhe nëse bëhet fjalë për 2 raketa ruse apo bëhet fjalë për copza nga raketa të mbrojtjes nga ana ukrainase, apo bëhet fjalë për raketa ruse që kanë qenë në territor Ukrainas të interceptuara, të prekur, të kapura nga ato i ndan sateliti, ato i shohin me satelit dhe caktojnë. Kështu që faktikisht nuk ka alarm. Nuk po mundohen ta qetësojnë gjendjen të dyja palët. Qoftë nga Moska duke thënë që është provokim, qoftë edhe nga ana e Pentagonit duke thënë që akoma nuk duan të prononcohen deri në fund se për çfarë bëhet fjalë. Redi, keni gjë apo? E njëjta gjë, besoj, duke referuar edhe deklaratës së zëdhënësit Pentagonit, cili thotë që nuk duhet marrë, ne nuk marrim nga media informacione që na shkaktojnë lëvizje ose spostime ushtarake. Jo, vendimet ushtarake s'merren me lajmet e mediave. Jam dakord me atë që thotë edhe Iliri dhe Gerda që po mendohet me kujdes sepse do të kemi parasysh një gjë e tillë ndryshon konfiguracionin e gjithë realitetit sot. Nëse do të gjëra shumë serioze transformon komplet situatën në glob. Pra vetëm i luftë në Ukrainë ne pam se ç'ndodhi në kuptimin ekonomik. Imagjino pastaj nëse shtri. Po unë besoj që kjo është më shumë aksidentale se sa e qëllimshme. Dhe vetë Rusia, Departamenti i Mbrojtjes së tij ka deklaruar që ne nuk kemi po, jo nuk janë raketat tona. Dhe është duke qenë, po nuk është Kastile e bërë me qëllim, nuk futet në lojën e Neni 5. Po, kjo është e rëndësishme. Qëllimi ka të bëjë shumë me Neni 5. Dhe Neni 5, eksakt. Edhe Neni 5 duhet ta kërkojë vendi dhe megjithatë nuk duhet ta kërkojë Polonia dhe gjithë do ta aprovojnë gjithë vendet e tjera. Dhe plus jo automatikisht do të thotë luftë, do të thotë ndoshta edhe një shtim të mbrojtjes së gjitha, domethënë janë hapa që nuk shkohet në një luftë të menjëhershme. Atëherë që mos shkojmë më shumë sepse do presim zhvillimet, po me sa duket bëhet fjalë për një goditje aksidentale dhe nuk janë të qarta rrethanat. Kthehemi tani te ajo që ndodhi në Stamboll, ka qenë një ditë e qetë e dielës, praktikisht në qytetin më të madh të Europës, me thuajse 20 milion banor në kushte normale, në një nga zonat më të populluara ka ndodhur ky shpërthim dhe një herë njishin, të lutem, njishin. Ky është momenti i shpërthimit, jepe nga fillimi njishin. Është një kamerë sigurie që tregon, po të vini re edhe çantën ku është e vendosur, pra është këtu ku po tregoj unë. Në këtë moment është shpërthimi, shiheni se çfarë dyndje njerëzish ka rreth rrotull, ka ndodhur shpërthimi. Është një çantë e zezë, ndërkohë që në një video të publikuar nga The Guardian, që sërish vjen nga rrjetet sociale, më jep pak dyshin është me z, dyshi. Shërbimet turke në fakt kanë reaguar me një shpejtësi të jashtëzakonshme në raste të tilla. Është arrestuar autorja, më nxjerr pa 4 foton. Është kjo autorja e pretenduar, pra gruaja që mendohet që ka lënë çantën e zezë, skeda e saj është më pak treshin. Autorja e atentatit mendohet se quhet
pra pretendohet që është autore, Ahlam al-Bashir, ajo dyshohet se është autore sulmit kamikaz, është me origjinë, jo kamikaz, sulmit, është me origjinë nga Siria, al-Bashir tregoi se ka hyrë në mënyrë ilegale në Turqi. Ka deklaruar se është trajnuar si oficere speciale e inteligjencës nga Partia Komuniste e Kurdistanit, që konsiderohet organizatë terroriste në shtetin turk. Pra praktikisht këto janë të dhënat e para, shohim videon e arrestimit saj, të lutem ma nxirr pak videon e arrestimit pesa, është ky momenti kur agentët special turk e nxjerrin nga shtëpia gruan së bashku me një grup personash, një pjesë e cila pretendohet nga mediat që do të eliminonin atë për të humbur gjurmët e atentatit, edhe pse pak e vështirë, është ky momenti i shoqërimit të saj, ndërkohë që ka pasur një kontroll të mëhershëm, më nxirr pak gjashtën, të lutem, gjashta është ky momenti kur kanë depërtuar në brendësi të shtëpisë forcat speciale të elitë të policisë turke dhe të sigurisë. Le të bëjmë një lidhje tani për të kuptuar çfarë ka ndodhur më mirë me Abdul Wahab Ejupi, gazetar në TRT. Abdul Wahab, në çfarë rrethanash ka ndodhur atentati? Duket se Turqia ka pasur një periudhë të gjatë qetësie. Befas kjo ngjarje në zonën më të populluar të qytetit më të madh të Europës ka trazuar shumë situatën. Po, gjithsesi është sulmi i parë i realizuar tillë. Në fakt, pas vitit 2016, pas asaj sulmesh, gjatë vitit 15 dhe 16, pra pas 6 vite është sulmi i parë i tillë, terrorist që është në zemër të Stambollit, Istiklal, rruga Istiklal që gjatë kohës mbi 2 milion qytetarë në ditë. 2 milion qytetarë në ditë kalojnë në atë rrugë, në Istiklal. Po, frekuentojnë domethënë rreth 2 miliard, rreth 2 milion njerëz në ditë frekuentojnë atë rrugë dhe me të vërtetë niveli i sigurisë është i jashtëzakonshëm atje, ku mbi 1200 kamera vazhdimisht e frekuentojnë, në fakt regjistrojnë të dhënat biometrike, në fakt edhe nëpërmjet fytyrës me automatizëm kanë të dhënat shteti. 1200 kamera biometrike që bëjnë automatikisht identifikimin e personave. Po, është një ndër rrugët më të frekuentuara, pra në aspektin e sigurisë është niveli më i lartë, ku përveç forca policore të dukshme dhe shumica e shërbimeve civile frekuentojnë vazhdimisht, pra kemi të bëjmë një sulm të mirë organizuar, që ajo vetëm është aktore ndoshta e dyshuara kryesore. Sot janë arrestuar, me sot mbi 50 konkretisht 50 të dyshuar të tjerë, të cilët kanë bashkëpunuar me këtë autorën, në fakt të dyshuarën kryesore. Pyetja është, a janë të sigurt autoritetet turke nga ato që deklarojnë që kjo është autoria e atentatit? Po, sigurisht, edhe në bazë kamerave, por edhe në bazë deklaratëve zyrtare të Ministrisë të Punëve të Brendshme, kjo është ajo e cila është dyshuara kryesore, por në bazë të informatave të sodit është shumë e rëndësishme që është arrestuar edhe personi me shkronjën H, të cilën Ministria nuk i publikoi, vetëm inicialet e tyre, është arrestuar 50 prej tyre, duke përfshirë edhe ata që kanë dhënë urdhrin, pra prej në Kobanet e Sirisë, është arrestuar edhe personi prej Aqes bashkë me 49 të tjerët brenda Turqisë, pra është një investigim i jashtëzakonshëm që vazhdon. Si reagoi policia në një shpejtësi kaq të madhe, për më pak se 24 orë, të identifikojë autoren, rrjetin, organizimin, si? 10 orë, 4, 20, 10, 20, 2, 20 natës kanë bërë. Kanë bërë arrestimet. Po, brenda 10 orësh, për shkak se thash kamerat e sigurimit brenda 4 orësh 1200 kamerat të gjitha janë kontrolluar dhe është ndjekur hap pas hapi gjithë ajo. Pra autori dhe dyshuara kryesore ka ardhur në Stamboll para 4 muajsh nëpërmjet rrugëve ilegale dhe ka banuar në 2 banesa, një në 2 lagje të ndryshme në Stamboll, ku një prej tyre në bazë të policisë ajo ka qenë edhe përdorur edhe më herët për trafikim të njerëzve. Pra edhe pas shpërthimit të bombës që është në nivelit të lartë, ajo me taksi ka marrë dhe për gati 50 minuta ka udhëtuar në lagjen SLR, ku ka qëndruar gjysmore, pastaj ka vendosur të shkojnë në lagjen tjetër Küçükçekmece. Pra, dhe këtu policia brenda 8 orësh vazhdimisht e ka ndjekur dhe ka arritur që brenda 10 orësh në fakt kap atë, por edhe 10 të dyshuarit që vazhdimisht kanë qenë në kontakt. Kë bën përgjegjëse policia turke edhe autoritetet turke për atentatin? Pra porositës, jo ekzekutuese.
Po, porositësit, po edhe kjo ekzekutuesve të gjithë mënën është organizatat terroriste PKK, por edhe si motrat e saj, mënën PYD dhe YPG që janë çtrira në Siri dhe në Irak. Po përse, cila është arsyeja? Ka ndonjë një argument se cili është motivi i atentatit? Po, motivet mënën duhet janë shumëta, për shkak se një nga më kryesori që në basë shumica që ndjekim është ajo që Turqia 2 vitet e fundit ka filluar një operacion të çrënjosës së kësaj organizate, pra jo vetëm nga Turqia, por edhe në Irak dhe në Siri, dhe një sukses jashtëzakonshëm ka ndodhur 6-7 muajt e fundit duke shtyrë edhe ushtarët turq, pra edhe në Irak edhe në Siri, dhe duke muajt fundit mbi 10 komandant kryesor të kësaj organizate terroriste janë vrarë nga ana e Turqisë, pra është një ofanzive jashtëzakonshme nga Turqisë, po dhe kjo duket si një hakmarrje nga ana e PKK-s dhe bart mesazhin që pavarësisht humbjeve që kemi, ne ende jemi një organizatë në farë mënyrë kemi mundësi të sulmojnë edhe zemrën e Stambollit në farë mënyrë. Dhe një pyetje e fundit, cili është bilanci deri tanishëm i atentatit? Deri tani 6 janë vdekur dhe 81 të lënduar, për të cilëve mbi 55 tani janë të lëshuar nga spitali dhe për tyre 6 janë ende në gjendje të vështirë, në gjendje të kujdesit intensiv. Kritike për jetën? Po, 2 për tyre janë në gjendje kritike. Atëherë, të falenderoj shumë për ndërhyrjen. Faleminderit gjithashtu për ftesën. Pra kishim linjë të drejt për drejt nga Stambolli, Abdul Vehap Ejupi, gazetari TRT-s. Faleminderit dhe për orën e vonë, zoti Ejupi. Turqia është 2 orë më tu dhe jemi rreth 12 dhe 17 të natës. Ndërkohë që ka reaguar Erdoganit, lutem nxirr pak shtatën, cili ka qenë reagimi i parë i presidentit turk Erdogan, shtata. Do ishte gabim të thuash menjëherë se ky është padyshim një sulm terrorist, por hetimet fillestare dhe detajet nga guvernatori im më thonë se ai mban erë terrorizmi. Nëse është kështu, autorët nuk do të shpëtojnë. Pra duket që ka qenë informuar që moment dhe para presidentit Turqis ka një reagim nga Stoltenberg dhe Borrell, kanë reaguar shumë, po nxorëm këto dy të parat, nxirr pak 10-ën, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka deklaruar që pamje tronditse nga Stambolli, mendimet e mia dhe ngushëllimet më të thella për të gjithë ata që janë prekur dhe për popullin turk. NATO qëndron në solidaritet me aleatin ton Turqin. Ndërkohë, më nxirr pak edhe Borrellin, nënta reagimi i Borrellit është lajmi të mërshëm nga Stambolli, mendimet tona janë me popullin e Turqisë dhe me familjet e viktimave të sulmit sotëm pasdite. Të lënduarve uroj shërim të shpejt. Cili është pretendimi turk? Në fakt, më nxirr pak 8-ën, cili është pretendimi zyrtar turk, edhe pse është Ankaraja akuzon militantët kurd të Sirisë mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për dhënien e urdhrit për sulm. Forcat turke të sigurisë thonë se gruaja e dyshuar për sulmin në shtetet siciliane Alham al-Bashir, ata pretendojnë se ai ka pranuar se është stërvitur nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Deri më tani askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ministri i Brendshëm turk pretendon se sulmi i dielës është planifikuar në Kobani, një qytet sirian i kontrolluar nga YPG-ja, një grup i armatosur i kurdëve të Sirisë, që Ankaraja thotë se është i lidhur me Partinë Komuniste të Kurdistanit. YPG-ja ka mohuar akuzat që ka lidhje me PKK-n. Zoti Soylu tha se Turqia nuk pranon ngushëllimet e ambasadës amerikane dhe se do të rishqyrtoj lidhjet e saj me aleatin pas sulmit të së dielës. Pse kjo mosmarrveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Është e vjetër, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqia ka futur në, me që jemi të neni 5 i NATO-s, edhe i 4, e ka futur në listën e terrorizmit dhe të 3 organizatat, PKK-n, YPG-n dhe YPD-n, edhe janë Amerikanët që NATO e kanë ndaluar këtë futje në listën e zezë të terrorizmit të këtyre 3 organizatave, për shkak se i ka patur aleate qoftë në Irak, qoftë në Siri. Gjatë momente po. Dhe kjo, me që jemi dhe tek politika vendase, kjo ka qenë dhe një permanent, ka qenë një pikë e fortë përplasje mes Shqipërisë dhe Turqisë, pasi Turqia i ka kërkuar edhe Shqipërisë të fusi këto 3 organizata terroriste dhe ne si kemi futur për shkak të këtij pozicioni në NATO. Ndërkohë, në çfarë rrethanash ka ndodhur atentati, Gerta? Duket sikur kishte një periudhë qetësie 6-7 vjeçare, 8 vjeçare, që nuk po ndodhte mbas një 2-3 vjetësh shqetësuese në Turqi. Këtu tash në momentin që ndodh atentati ka shumë supozime, ka shumë spekulime, por le të bazohemi vetëm në fakte.
ndodh në një situatë kur Erdogani po kërkon, sigurisht që Erdogani është duke u munduar që si që tha dhe gazetari më parë, nga Stambolli, a i ka një fushat të vazhdushme drejt Kobanes përsa i përket IPG-i. Ndërkohë ndodhe dhe në një moment krize ekonomike shumë të fort për Turqinë, ku Erdogani tha paralajmërim që do të çonte 1 milion banor refugjat sirian do t'i kthente mbrapsht në Siri, gjë që u bllokua nga Rusia dhe nga Siria. Por ideja e Erdoganit është që të 3 milionë e gjysëm refugjatët, të cilët 3 milionë e gjysmë sirian janë brenda territorit, se vija 2 milionë. 3 milionë e gjysmë. Dhe si janë vetëm sirianët, se janë dhe ata që vinë nga Bangladesh. Nese, ne po vetëm sirian, 3 milionë e gjysmë sirian. Kështu që teknikisht zyrtarë se mund të ketë dhe po si kanë hyrë legal. Shifra dhe 5, po. Kështu që faktikisht në rrethana të kësaj natyre, ai kërkon sepse është përballë një presioni shumë të fortë nga baza e tij elektorale, për sa i përket pjesës së refugjatëve sirianë dhe do që t'i kthejë. 3 milionë e gjysmë destabilizojë një vend. Teknikisht ti je në një situatë ku ke një krizë shumë të fortë ekonomike, 83% të inflacionit, lirën shumë të dobët, ke Erdoganin që është duke mshuar goxha për sa i përket pjesës siriane në lidhje në zonën ku janë kurdët, të cilën do të krijojë astikun e tij, atë zonën kushineto, zonën që do ta mbrojë do të fusi popullsia arabe në atë zonë, që është 30 kilometra e gjerë dhe gati 400 kilometra e gjatë në idenë e tij. Po pse është goditur Stambolli dhe pse me akt terrorist? Stambolli është vend simbolik, kështu që nëse një terrorist do që të bëjë një akt, akti sigurisht që ka një aspekt politik dhe do që të krijojë dëme dhe panik, pasiguri në këtë lloj forme, sido që jemi përballë një situate. Ndërkohë mos harrojmë dhe gjë që Stambolli po kthehej një lloj parajse edhe të rusëve të pasur, edhe të ukrainasve të pasur që ishin larguar nga lufta. Këtë nuk do e ki parasysh një gjë tjetër, që përballë zgjedhjeve të ardhshme që do jenë qershorin që vjen në 2023-shin, jemi në një situatë ku një atentat i kësaj natyre e fut në një farë mënyrë në krizë, si të thuash, situatën me Erdoganin, sepse i jep një problem të ri përballë elektorati, do me thënë që nuk është në gjendje apo është në gjendje të menaxhojë sigurinë e vendit. Ta kontrolloj sigurinë e vendit. Kështu që janë disa faktorë që janë aty pa u munduar që t'japim spekullime apo supozime, thjesht duke i vënë këto fakte që jemi përballë kësaj situate në Turqi. Redi, në çfarë rrethanash? Ndodh në një kohë kur Turqia në kuptimin gjeopolitik është më mirë se kurrë, sepse influenca e saj, ajo po spostohet nga një fuqi rajonale, po tenton si një fuqi aspirante për të bërë një superfuqi globale, aspiron për të bërë. Pse? Sepse ajo, për shkak të pozicionit saj, ka një influencë e cilë është rritë nga Kaukazi, në gjitha vendet Kaukazit thellë dhe në Azi, deri në kufi me Kinën, influencë që kanë lindjen e mesme në Ballkan si dhe në Afrikën Veriore. Dhe gjatë gjithë saj kohë, kjo i ka fuqizuar vazhdimisht në kuptimin ushtarak përmes luftrave që ne i dim, kuptimin ekonomik dhe politik. Por lufta në Ukrainë, në mënyrë të veçantë, Turqia luajti një pozicion midis dy kahve perëndimit dhe Rusisë, duke mbajtur një pozicion pak sui generis. Pra nuk u rreshtua përfundimisht me perëndimin duke bërë bojkot, por tha që unë do maj një kanal komunikimi, por edhe tregtar, sfundmi ishte edhe reaktivizimi i marrëveshjes së grurit për të dytën herë, e cila u përgëzua edhe nga SBA edhe nga Kombet e Bashkuara, dhe pra pozicioni i saj në këtë kuptimin diplomatik, ushtarak dhe ekonomik ishte më mirë se asnjëherë tjetër. Tani ndodh kur pikërisht eksaktësisht 6 vite më vonë, si bie diku 5 vite, sepse i fundi që në janar 2017-s akti terrorist në klubin e Rejnat natës në Stamboll, por nga që një vazh dhe madhe midis 2014-s dhe 2017-s, ku mendohet diku tek me të mëdha dhe të vogla këtë terrorist diku tek 25, ku 14 i ka bërë ISIS-i, që ka marrë përsipër, dhe pjesën tjetër PKK-ja ose YPG-ja. Pra, do më thënë që Turqia, mbi bazën e kësaj, ndërmori 3 operacione ushtarake në 2016-2019, pra ishte Buroja Eufrati, Dega e Ullirit, si edhe pranvera e Paqes. I nisur nga këto akte terroriste. Tani, këto 6 vite, 5 vite e gjysmë, ka qenë një qetësi relative. Qetësi relative, e cila, dhe më mendua që pozicioni i Turqisë dhe lufta ndaj terrorit kishte arritur një farë suksesi. Mirë po, do të kemi parasysh që sinjale para kësaj ka pasur, sepse u folë që qeveria turke po planifikonte një sulm tjetër pikërisht në zonën në lindje të Eufratit, kur nuk kishte kontroll ndaj kurdëve, dhe pikërisht ndodh ky atentat. Pra, mund ta shohim si hakmarrje, duke thënë që ne jemi dobësuar, po s'kemi vdekur, pra si organizator,
por mund të ketë, kjo është një hamendje, edhe elemente, edhe fuqi, ose edhe në kuptimin geopolitik, që fuqit e cilat janë interesuar që të dobësojnë në pozicionin e ri Turqisë. Po, duket shumë Ka 5 variante. E para një shkojmë tek ngjarja, çoj edhe një filmimin aty. Po, për do të pyesja. Aty sigur mos jetë ajo vazoja që ka mbajt Kthej edhe një herë videon, po. Sigur mos jetë ajo vazoja që ka mbajt goditjen, aty do kishte 100 vrarë aty. Çfarë thua? Sepse Kjo forca, këtu, ti mendon që kjo? Po, ka ardhur vetëm te, atë s'ka shkuar ndej. Po e pak, po, ka goditja ka shkuar nga Forca ana e vazhës. shpërthyse, Po. se ajo është balistik tipike. Po ndërkohë, thyrja e copave të vazos mund të vriste Ka njerëz. plagosur, për të vrarë janë këta që ka dhënë ashtu, po imagjino sikur të ishte ashtu gjithë ata që janë rrotull. Pra nëse kjo do kishte qenë një pozicion tjetër, jo kaq këtu do kishte pasur po. Kështë rrezë 360 gradë. Do kishte rrezën 360 gradë. Pas të një po. analize që ka qarkulluar sot dhe dje në komunitetet e inteligjencës, kjo vajza që kanë kapur, kjo o ka qenë planifikuar që i kanë thënë shko çantën atje edhe do ta shpërthenin bashkë me atë dhe do t'i ngele kësaj si kamikaze. Pra në versionin kamikaz, po. Dhe pastaj kjo do i prandaj kur theti kamikaze tash mos e hiq komplet se nuk e dihet, domethënë. Ose ajo gjë që kanë vërtetuar ata që po merren me rastin është që ajo mëndërisht nuk është në rregull. Pra o ka qenë e droguar. Po e droguar mund ta kryente ajo se e droguara mund. Zakonisht këta që bëjnë këto lloj operacione janë të droguar. Po. Por tani çfarë ndodh? Është e nevojshme. Nëse në rastin e parë na thuhet që ajo është YPG-s është kurde, një gjë është e qartë që është kurde. Që është kurde po, sepse Po nëse na thuhet që ajo është kurde dhe YPG-s, po, kurdët nuk pare kanë bërë këto lloj operacionesh. Ata kanë bërë atentate terroriste, por kanë bërë kryesisht. Po, kanë bërë kryesisht kundër forcave të armatosura, njerëzve të policisë, po, etj. Kjo ka qenë tipi i goditjes. Kanë pasur Diyarbakir, kanë goditur edhe popull civil. E dyta, që është më rëndësi, këto lloj atentatesh, zakonisht me njerëz të droguar kështu i ka bërë Sisi. Është modeli i atentateve të Sisi. Dhe në veriune e Kurdistanit të Siris, ka shumë nga këto gratë cilat kanë ikur nga kampet e tjerë, cilat janë të trajnuara për të qenë edhe terroriste, edhe për të qenë pjesë e këtyre grupime e celulave. Nuk përjashtohet kjo gjë në disa kushte geopolitike, cilat do t'i rendis një nga një. Të premten përfundon marrëveshja e dritit e cilat duhet rinovohet. Dhe kjo ka futur në ankth jo vetëm bursat, po dhe gjithë qeverit. Dhe gjithë qeverit, po dhe gjithë botën. Presidenti Erdogan po ikte në Bali, ku lajmi parë në Bali nga lufta Ukrainë-Rusi u kthye atentati terrorist në i Turqisë. Duhet të themi informacion tjetër. Prej 10 ditësh, Departamenti i Shtetit në mënyrë informale për qytetarët e vet, po edhe për diplomatët që veprojnë në gjithë atë rajon, Turqi, Kurdistan, kishte dhënë një warning alarm për që mund të kishte sulme terroriste. A kishte dhënë Departamenti i Po, Shtetit? kishte dhënë Departamenti i Shtetit që mund të kishte sulme terroriste. Dhe ky sulm ndodhi. Por a ka kjo me disa rrethana tjera të cilat i janë? Interesi i Iranit i cili po destabilizohet brenda nga kurdët e Iranit, me mbështetje të kurdëve të Irakut edhe të Siris, që nëpërmjet shërbimeve sekrete, se duket që është një operacion tipik i shërbimeve sekrete, të acaroj kurdët me Turqinë, që Turqia të futet. Që mos kenë ngetë kurdët merren me Turqia të Iranin. futet dhe tot atë që tha Redit, futet në territor. Ande e Eufratit dhe këte e Eufratit. Dhe në këtë lloj forme, Iranin me duart e Turqisë të ndaloj futjen e armëve dhe destabilizimin e brendshëm që bëjnë kurdët me njëri tjetrin të Iranit. Ndërkohë pyetja që bëra unë është si ka mundësi që policia turke arriti në këtë Sepse ata kanë qenë me sa duket të informuar për gjithë Dhe rrjetin. që ishin të informuar, ata kanë një sistem, unë e njoh mirë atë rrugë, ata kanë një sistem të jashtëzakonshëm përgjimi. Dhe ki parasysh që sot mjafton një satelit përndetash. Çdo me thënë sistemi i jashtëzakonshëm përgjimi. Të gjitha ato kamera që janë aty, ato i çojnë të dhënat brenda 1 sekundi. Qa merë? Edhe ajo është fiksuar si fytyrë kur. Dhe ata kanë identifikuar kushtet. Lexues biometrik. Dhe pastaj biometrik si ata gjejnë një grua që lexuesi biometrik ajo ka shkuar te taksisti. Ka shkuar te taksisti, ka pa numrin e taksistit. Ku e çove këtë? Filan vend. Kanë parë kamerat atje ku e ka çuar, është shumë kollaj për ta gjetur.
Unë nuk e di, a ka qenë planifikuar që ajo të vritej aty dhe të mbyllej me atë aty thoni që ishte kamikaze, apo kjo është mbetet për të verifikuar. Sepse ata kanë arrestuar dhe disa 10 tjerë, 10 dheta bashkë me të. Ka dhe një alternativ tjetër. Është kaq e aftë policia turke me këtë veprim? Policia turke dhe shërbimet turke janë nga më të fortat në botë, sidomos për këtë punë. Po ka një koincidencë tjetër, sepse kjo Se duket një operacion perfekt në Kjo ka ndodhur në kulmin e disa rrethanave. Ndërkohë që ka ndodhur ky atentat, në Ankara bëhet takimi me ndërmjetës shefin e shërbimit turk, Hakan Fidan, i drejtorit CIA me drejtorin e FSB-s. Eksakt. Ndërkohë që në Istanbul ndodhte kjo gjë, drejtori i shërbimit turk, Hakan Fidan, që është bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit Erdogan, kishte organizuar një takim me drejtorin e FSB-s ruse dhe drejtorin e Shërbimit CIA-s. sekret të rus dhe Shërbimi sekret amerikan. me shefat? Po, me shefat, me drejtorat. Pra, ndërkohë që ndodh ky atentat. Dhe këtu çështja është kush do fusin luftë me kë, sepse nga reagimi i ministrit brendshëm, duket qartë që duan që ta fusin një konflikt me Shtetet Bashkuara. Me SBA-n. Po. Por nga ana tjetër, nëse nuk aprovohet marrëveshja e Dritit, janë disa grupime tjera që kanë interes për gjithë Po, pastaj është dhe mos shkojmë më tej, sepse Irani akuzon, i cili e do Turqinë si aleatet vetën në këtë çështje, akuzon Izraelin që po e destabilizon nëpërmjet kurdëve. Pra, kthimi i vëmendjes nga Ukraina në Siri dhe në Irak tek kurdët është një lojë pak më e thellë dhe pak më gjatë. Ndaj pyetja është si ka mundësi që autoritetet turke i kanë patur informacionet për këta dhe nuk i kanë ndaluar. Nuk i kanë ndaluar se i kanë dashur që të shohin çfarë po bëjnë, apo ka qenë pa planifikuar. Ka vetëm një shtesë në gjithë këto hipoteza që tha Iliri që të gjitha janë të mundshme, ka dhe një tjetër ndoshta që mund vjetre, që Erdogan më në fund kishte arritur të hapur një dialog, kishte filluar dialogu me Partinë Kurde HDP, të cilën ai ka qenë në luftë në vitet e fundit, dhe e ka hapur për të futur në kushtetutë me andamentin një ligj për sa i përket lirisë së grave për mbajtjen e Shamis. Është hera e parë që ai rin mbas shumë viteve të realizoi këtë dhe ka bërë. Këtu nuk janë kurdët e Turqisë, mos Këtu janë kurdët e Sirisë dhe kurdët e Irakut. Dakord. Janë dhe Irakut thua? Po dhe kurdët e Irakut, sepse Iliri më fal një sekond Iliri. Kurdët e Sirisë janë në aleancë me kurdët e Irakut lindor në kufi me Iranin. Kurse kurdët e Erbilit janë aleancë me Turqinë. Ajo desha të them unë, është një dialog. Ata kanë dhe prosperitetin e tyre. Është një dialog që Erdogani po hapte dhe Partia Nacionaliste kishte rënë dakord, domethënë është një dialog i hapur që mbas kësaj që ndodhi mbyllet komplet. Çështja është, pyetja kryesore është, a është ky atentat një prelud që mund destabilizojë, sepse nëse do ndodhi e njëjta situatë e 2014-2016-s, Turqia mund të psoj goditje të jashtëzakonshme. Aktet terroriste nuk janë të rastësishme. Ka një logjik pse ndodhin. Dhe zakonisht ka ndodhur shikoj ISIS-in për shembull gjatë gjithë kohës, gjatë viteve 2014-2015. Kishin një logjik përtej narratives fetare, bla bla bla, ne kemi qenë me 10 herë. Kishin një narrativ gjeopolitike që të kërkonin ta rikonfiguronin, ta copzonin, ta atomizonin rajonin, pra kishin një logjik gjeopolitike brenda. Dhe edhe ky akt nuk përjashtohet nga aktet e tjera terroriste, të cilat kanë një logjik gjeopolitike brenda. Unë jam deri duke dakord me Ilirin kur thotë që po, kjo është një çështje më e madhe se sa çështja thjesht e një bashkësie kurde e cila ndodhet në lindjet e Eufratit. Ajo ekziston si problem, por shpesh problemet se natyre përdoren për të ndërtuar pastaj një rikonfigurim gjeopolitik ose për dëmtuar në rastin konkret Turqinë në atë që thash. Në një zonat më delikate për momentin të globit. Po, kjo është rruga ndoshta. Jo vetëm rruga, po edhe situata në gjithë zonën. Po, ka mesazh sepse kjo mund bëj kudo në Stamboll. Kjo është rruga 2 milion vizitorë. Po, ndoshta më të populluarët në botë dhe aty njerëzit kemi kaluar me 10 herë janë kështu domethënë janë shumë. Po, aty me ecën në rrugë. Pra, Zoti i Madh ka shpëtuar ata sepse ishte një masakër jashtëzakonshme. Ka qenë ajo vazo aty, po mos ishte ajo e do i bënte top. Ajo ka orientuar nga ky krah te, pra ka reduktuar 360 gradë shpërthimin në një krah vetëm dhe ndoshta kjo është arsye që ka pasur më pak viktima. Pra, e kam fjalën këtu që nuk ka një akt terrorist pa një logjik brenda gjeopolitike, sidomos në rastin kur ne jemi në një luftë, siç është lufta e Ukrainës, ku polet, ku shoqëria tashmë bota sot po tenton të lëvizë drejt multipolaritetit dhe po shfaqen pole të reja politike, ekonomike dhe ushtarake,
Dhe kjo ka një arsye, ka arsye të vetën. Kështu që në këtë kuptim them që... Shive në qëfar zone së shtrije, dhe është zemra e gjithë konflikteve që ka globi sot. Shiko shtrijen e Turqis... Që të ta shpjegoj pak si është... Po, hajde këtu po deshe. Atëherë, këta janë vendosur këtu. Kurdët, po. Këtu dhe këtu. Janë shtrirën 5 shtete në mos gabojën. 6 shtete. 6 shtete, po, me Tani, gjithë. këta kurdët këtu, të këti pozicionit të Irakut, janë aleat me kurdët këtu. Po. Ndërkohë kurdët e Erbilit janë aleat me kurdët e Turqisë, cilët janë pjesë e organizimit politik. Erbili sot është bërë një lloj Dubai për shkak të kësaj gjëje. Ma gjeni fotot e Erbilit, se është interesant. Qytet në Irak, që Iraku duke të shkatruar nga lufta, Erbil. Ma gjeni foto ajrore. Kurdët e Mosulit, Mosuli është këtu, kurdët e Mosulit, këta janë të lidhur jo me kurdët e Erbilit, po me kurdët këtu në lindje, dhe me kurdët e Iranit, ndërkohë që janë të lidhur dhe me kurdët e Sirisë, cilët janë gjithashtu ndarë në dy grupe. A i lëkund pozitat e presidentit Erdogan atentati? Si shta Gerta në qershorin e vitit arshëm ka zgjedhje. Erdogani ka marrëdhënie të tensionuar për momentin me Shëban. Forcën e Erdoganit, unë një afër para kam qenë në Stamboll, jo shumë larg nga aty ku ka ndodhur ngjarja. Besoj që forca e Erdoganit më shumë mund ta trondisë çështja e drithit dhe kriza ekonomike, pra Rusia ose Ukraina, sesa një gjë e tillë. Një gjë e tillë e forcon. Këtë ai do e përdori shumë. Sigurisht, sepse ki parasysh Turqia është një vend që të paktën Turqia republikane, të paktën 50-60 vjetët e fundit të problem ka pas. Kujtohet Öcalani i famshëm. Më thënë, Turqia është mësuar me... A i që në ngelin e ndërë për pak. Shqy që nuk e morën, se e lanë për këtu, do më thënë. Fevzi edhe ndje nacionaliste që është shumë e fort në Turqi. Aktet kësaj natyre i japin zë komplet narratives nacionaliste. Kështu që në i farë mënyre mund të ketë një dëm në kuptimin e saj që sa rritit siguron të vënde dhe Ministri Brendshëm kërkoi falje, por në kuptimin afat gjatë, me masa që do merren, me shpejtësinë e kapjes së autorëve, dhe ndoshta me një sulm nuk e di atë realizohet në veriun e Sirisë, mund të kthehet në një bonus. Çështja është që në këtë moment, në këtë moment nëse hynë turqit në territorin sirian dhe marrin këto territoret, bazat ku është vendosur, kur janë vendosur YPG-ja, PKK-ja, YPD-ja. Po, siç është Kobani dhe këto zonat e tjera, rusët janë shumë të lumtur që të cilët kanë trupa atje, janë shumë të lumtur që të heqin vëmendjen pak nga veriu i Sirisë dhe të përqendrohen më shumë në Ukrainë dhe t'ia lënë këtë zonë Turqisë. Nuk është se do kishte në kundërshtim, përkundazi do kishte një okay. Çështja është që në veri të Irakut, ata janë mbështetur nga jo vetëm veri të Irakut, por edhe një pjesë veriut të Sirisë në Sirinë lindore, veri lindore, ata janë mbështetur nga amerikanët dhe nga NATO. Kjo është përplasja më e madhe. Më tha që Turqia ka diku të 80 milion banor, apo jo? 85 zyrtarisht kush kanë mbuar. Ndërkohë ka rreth 5 milion emigrant? Kush? Turqia? Po, domethënë 3.5 janë zyrtare, po ka dhe shifra që shkojnë sirianët. Sirianët po flas. Dhe rreth 5 milion. Janë ato popullsitet në veri të Sirisë që janë futur brenda territorit. Janë me origjinë turke, ata si ti quhesh Turqia apo ndërkohë një tentativë për t'i kthyer këta do të destabilizonte krejtësisht. Më shumë se sa tentativë kthimi, ka një tentativë për rishpërndarje. Se çka ka ndodhur? Kanë shkuar në qendrat më të mëdha siç është Stambolli, domethënë Ankara ose Izmiri, dhe kanë krijuar dhe probleme në kuptimin social, ekonomik, sepse kanë shkuar me çmime, janë ofruar si forcë punëtore më e lirë, ka krijuar probleme atje. Dhe më shumë se sa kthim është një rishpërndarje në Turqi në qendrat në pjesën e Anadollit dhe në pjesën më lindore. Kjo është një ide e brendshme. Turqia mban 5 milion, ne 10.000 jemi të na mbaj Anglia. Kjo është edhe indirekt një favor të cilin Bashkimi Evropian, fal Gerta, Bashkimi Evropian që duhet ta di dhe besoj që ja di për nder, sepse imagjinoni sikur të hapet kjo port, kjo do futej në Greqi, Shqipëri, Ungari, Bashkimi Evropian, siç ndodhi me 1 milion që në famshëm që Merkel e mori përsipër, sepse Bashkimi Evropian domethënë arriti të destabilizoj, u rrënua nga brenda, se nuk menaxhonte dot. Redi kapi një pikë të rëndësishme. Po. Nëse kjo që kapi Redi është e vërtetë, nëse është e vërtetë që ajo vajza mund të ketë në lidhje me këto celulat e ISIS-it në veri të Sirisë, nga Siria vjen,
atëre shqetësimi i Melonit për çështjen e emigrantëve që vinë nga Libia apo që vinë nga Siria drejt Evropës është shumë më i madh dhe shumë më realist dhe shqetësimi që duhet ketë komunitetet e inteligjencës në Evropë për kamikaz, ata i quajnë ujq të vetmuar, duhet jetë akoma më në rritje. Nëse, mbas shkrirjes, po themi, mbas uljes të aktivitetit të ISIS-it, Europa ka qenë e qetë në raportet e terrorizmit. Nuk e dim nëse është ulur apo jo, sepse ato janë celula, është dukur ISIS si territor shteti. Po. Por njerëzit jo, edhe celulat, nuk kanë ushtruar aktivitet, nuk ka pasur atentate terroriste në Europë. Ministri Brendshëm turk tha kemi pasur rreth 200 sulme, tha që kemi mbyllur edhe Kulla, dhe një pyetje kam për gjithë përës të mbyllim. Si shpjegohet kjo lojë Erdoganit midis Zelenskit dhe Putinit edhe një lojë pranimi i dy palëve? Ta kam thënë deti. Aty çështja është që deti i zi ka rezervat më të mëdha. S'ma gjetën foton e Erbilit. Të gazit dhe të naftës, më të mëdha të mundshme. Deti i zi. Deti i zi dhe deti i zi ndahej, kjo shpjegon dhe pse rusët shku nga deti, se çfarë do bënin. Deti i zi, ja kjo është qendra e Erbilit. Kjo është qendra e Erbilit. Tu fotografia është bërë nga ajo që quhet nga është kalaja e Erbilit. Kalaja e Erbilit. Ma trego pak dhe pjesën me pallatet e reja, se ajo është pjesë shumë. Dhe këtu poshtë në Kratë Majt dhe në Kratë Djathtë janë ato dyqanet tipike, ato pazare tipike. Erbili është qytet shumë i bukur dhe hahet shumë. Edhe shumë i zhvilluar sfumi. Shumë i zhvilluar dhe është shumë, po kthehet në një lloj Dubai të asaj zone. Sepse është dhe frizon. Desha të shtoja pak kur fole për çështjen e rolit Turqisë, duke parë dhe hartën. Ka reaguar 3 minuta më parë, më nxirr pak të lutem këtë që kam unë një moment vetëm, ka reaguar Stoltenbergu. Pra, sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Pra, ka dhe një reagim të Stoltenbergut, i cili thotë që është e rëndësishme që të stabilizohen, të kemi këto faktet. Monitorim të situatës. Dhe monitorim të situatës, pra kanë goditur edhe Kievin dhe Harkivin edhe Lvivin raketat ruse për momentin. Po Lvivit 80 kilometrash, raketat 80 kilometra. Kështë ideja fillestare që do kanë qenë të kapura duke shkuar në Lviv dhe janë kaluar andej? Ku kthyer tek ideja... Ja Erbili. Ky është Erbili. Qytet në Kurdistan. Kjo Kurdistan s'ka, po në pjesën... Kurdistan, në zonën kurde të Irakut. Erbil, po. Po, desha ta mbori, çështja e hartës është shumë e rëndësishme për treguar pse kjo... Kthe edhe një herë hartën, pse ky pozicioni i Turqisë. Turqia ka pasur përpara, domethënë në periudhën kemaliste ka pasur doktrinën e saj, të cila i trashëgoi në formë perandorake që historikisht për shkak të shtrirës saj, e cila penetron deri si thash në pjesën lindore që shkon deri në kufi me Kinën, këtej komplet në Evropën lindore dhe Ballkan dhe poshtë në lindjen e mesme me radhë. Turqia filloi të humbi fuqinë e saj kur e braktisi doktrinën e saj të perandorake të fuqisë. Po. Tani Erdogan në mënyrë ose tjetër apo themi establishmenti i ri pas 2003-shit ka riorientuar politikat e jashtme të Turqisë në përputhje me këtë doktrinë. Dhe kjo doktrinë nuk është gjë tjetër vetëm se të zbatosh. Qenkone Davutoglus, po. Davutoglu e ka në formë tjetër thellësi strategjike etj, po kjo është edhe më e hershme. Është thjesht t'i japësh Turqisë atë që i takon, pra në pozicionin e vet natyral që ka, ajo shtrin pushtet dhe shpërndan pushtet politik, ekonomik dhe ushtarak në mënyrë të natyrshme. Ky rikthim natyrshëm i Turqisë e çon në këtë pozicion. Po. Nga kjo hartë dallon mirë pse Turqia po bën influencë në detin e zi, ku Rusia shikon sa ka marrë Rusia, sa brek ka marrë me gjithë detin e Azov dhe me gjithë Krimen, dhe në detin mes dhe ku është... Po i mbajti Rusia, se iku nga Kersoni. Shiko, unë ta kam thënë që në fillim, Rusia për pjesët e brendshme, se nuk janë të kollajta për të qeverisë ato, aq më tepër që janë shkatruar atje. Ti do të kesh detin, këtu është qëllimi. Dhe Turqia ka po të njëjtën strategji me Rusin. Për të mbajtur detin. Shiko çfarë po bën dhe Turqia nga Libia, në Liban, në Qipro, për të pasur influencën të gazit dhe të naftës. Pa Turqinë, deti i zi kthehet një knet. Pra nuk ka durur dalje. Prandaj është e rëndësishme. Atëherë unë falenderoj tre të ftuarit, kishim dhe lidhjen e drejt për drejt nga Stambolli, nuk kalojmë në spotet e para publicitare. Në pjesën e dytë është Lea Ypi, lektore në London School of Economics në Londër, e cila ka mbajtur një lloj peshe në debatet që janë zhvilluar në Britaninë e Madhe lidhur me qëndrimin ndaj emigracionit shqiptar atje. Do ketë një intervistë për të folur për këtë çështje dhe natyrisht edhe një shikim për komunitetin shqiptar në Britaninë e Madhe. Ndërsa në pjesën e tretë insistoj dhe një herë ma nxirr pak
mas shpinëstime shumë interesante, Amanda Robertson, nga zyre shtypit ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ka dhënë një intervistë për gazetarin Manuela Bregasis bashku me Aida Udhërin nga Qendra e Këshillimit për Studimet të SBA, që tregojnë se si mund të aplikoni për studiuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe rrugët që duhet ndiqni, mënyrën ku do të informojnë rreth 60 bursa i ofron çdo vit Departamenti i Shtetit dhe Qendra e Këshillimit ju jep gjithashtu informacion mbi mënyrat dhe rrugët e mekanizmat e aplikimit. Shqipëria mban vendin e parë në rajon me numrin e popullsisë për studentët që studiojnë në SBA. Pra në gjithë rajonin shqiptarët janë të parët për numrin atyre që studiojnë në SBA. Kalojmë në intervistën e Lea Ypit dhe pas kthehemi në intervistën Amanda Robertson dhe Aida Udhrit.